Ju vetë si e patë ardhin diasporës, aty disa për tyre vëndë në shënjesër edhe nga ta ulan balla në Facebook për makinat e këto. Juve ju shqetëson për shumë kur diaspora, edhe pse ka sistemuar jetën e tyre andej vjen në Shqipëri për të ndihmuar. Mua diaspora përkundrezi, unë jam një ndër njerëzit që kam punuar shumë në diasporë për zgjedhjet e majit vjet. Shumë njerëz kishte, ha? Dhe po do ta ndaj një çik, sepse diaspora e shqiptarëve që kanë emigruar në këto 30 e kusur vite është diasporë. Po shqiptarët e Kosovës dhe shqiptarët e Maqedonisë janë vëllezërit tanë, por në një shtëpi tjetër, nuk janë diasporë në kuptimin e ngushtë të fjalës. Kosovës në protest. Kjo besoj që një pjesë e madhe e drejtuar nga sentimenti kombëtar, nga një thirrje patjetër për të solidarizuar me protestuesit, një thirrje vëllazërore që, okay, po nga ana tjetër unë nuk kuptoj se si mundet që të protestosh në një shtet tjetër për një kryeministër që nuk është e yti. Pra kjo më kërcet pak, domethënë, aq më tepër që kishte pastaj ambiguitete të tipit që nuk do na lejonin në kufi në Iran nga Serbia me këto flamurët e kuq mbi makina në Serbi, domethënë një fabul e keq përdorur nga disa, besoj unë, që nuk e shërbente askujt. Kështu që kishim një festival folklorik ballkanik. Festival? Aty brenda me një fjalë. Gjithë ato revoltë ju e qonin festival folklorik? Në një farë mënyre, në qofse e përdor shqiptarin për të destabilizuar një vend tjetër, mendoj që do duhet të ndahen disa gjëra. Janë shtëpi të ndryshme, nuk e di kush e shkruan tek këtë pjesë. Thash, jemi vëllezër, janë mëse të mirëpritur, jemi mëse të mirëpritur. Faktori shqiptar është shumë i rëndësishëm në Ballkanin Perëndimor. Do duhet që të jemi shumë kompakt me njëri tjetrin, sepse në këtë rajon dy janë popujt kryesor, me një fjalë shqiptarët janë një pjesë shumë e madhe. Po nga ana tjetër duhet bërë dhe pyetja çfarë duke arritur. Ju vetë keni një këshill për protestuesit që janë në shesh? Për idealistët, po them. Nuk do, shikoj, ki parasysh një gjë që aty në shesh ka edhe njerëz që janë miqë shok tan, se nuk është e thënë që pse ka pjesëmarrës nga administrata aty? Miqt, po pse shokët e miqt janë gjithë të administratës, absolutisht jo. Jo, po nga që ka dalë kjo teoria që këto që janë administratë nuk shkojnë dot se hiqen nga puna. Për miqësi të vjetra dhe për njerëz që nuk kanë lidhje fare me administratën. Po këto miqësi të vjetra janë kundër Ramës? Publike. Janë kundër një politike të caktuar, janë njerëz të cilët protestojnë për diçka që ata mendojnë se do mund të bëhet më mirë, janë më racional. Unë nuk do doja asnjëherë që të jepja një këshill protestuesve në fund të ditës se cili është i lirë të unë mendoj që mund t'ja jepni një këshill, ku di unë. Nuk e di, se di. Nuk do ta quaja këshill, absolutisht. Këshilla është patronizim, nuk mund të patronizosh askënd. Domethënë, mendoj që sidomos në politikë është e gabuar të dalësh të japësh këshilla. Ajo që do doja të tregoja kujdes është për atë pjesën e pastër edhe genuine të protestës. Ta vazhdojnë, ta lënë me kaq, kryejnë një parti politike, të ulen me Ramën, të flasin. Nuk mund ta them ti që të vazhdojnë apo ta lënë me kaq, sepse është ndjenja e tyre dhe ata drejtojnë nga ndjenjat e tyre. Domethënë nuk marr përsipër të kemi një parashikim. Nga ana tjetër do doja që të shihja pak më shumë oreks për dialog dhe për të sqaruar disa tema. Duan të fare, thonë na ka ardhur majt hundus thash ju ikni në burg. Po mirë, po si në burg, se burgun e vendos gjykata me vendim të formës së prerë, vendim apeli në formën së prerë. Kam shpresë tek Spaku. Shiko, po Spaku nuk mund të veprojë me thirrje popullore, se ka qenë një dik dikur në mesjet, ku në qoftë se populli thriste emrin e një personi, ai personi bëj pap. Ka qenë kështu si ritual me një fjalë. Edhe nuk kemi më në atë kohë, jemi në shtetin e së drejtës, që do thotë që ka procese, ka prova, ka ngjarje, ka vepra, ka due process që quhet në gjuhën e drejtësisë. Kështu që kjo shpreha në burg më duket më tepër thash dhe dje si karburant për të mbajtur protestin gjallë sesa si një qendrim. Tani njerëzit